Nuk e di kur filloi sulmi. Ndoshta jo në momentin kur fjalët u thanë me zë të lartë, por shumë më herët, kur heshtja ime u keqkuptua si frikë. Kur tërheqja ime u quajt mungesë force. Kur vendosa të mos reagoj dhe bota vendosi të më quajë të dobët. Unë jam ai që nuk godet i pari. Jo sepse nuk di, por sepse e di çfarë lë pas çdo goditje. Jam ai që zgjedh të mendoj në një botë që vlerëson vetëm reagimin e shpejtë. Dhe për këtë jam quajtur i vogël. Më kanë thënë, një mashkull i vërtet nuk hesht. Por askush nuk pyeti kurrë se çfarë dëgjon ai që hesht. Unë dëgjoj zhurmën e brendshme. Zërat që më pyesin nëse vlen të ulesh në të njëjtin nivel me ata që ushqehen me konflikt. Dëgjoj dyshimin, frikën, por edhe ndërgjegjen. Dhe po, ndonjëherë dëgjoj edhe lodhjen. Lodhem nga pritshmëritë, nga rolet e imponuara, nga ideja se forca matet vetëm me zë të lartë dhe grushte metaforike. Sulmi nuk ishte vetëm ndaj meje. Ishte ndaj mënyrës sime të qenit. Sepse në këtë botë, nëse nuk je agresiv, je i dyshim. Nëse nuk kundërsulmon, je fajtor. Nëse zgjedh të largohesh, je humbës. Por askush nuk flet për guximin e të mos u shndëruar në atë që urren. Unë e pash veten në pasqyrë pas gjithë kësaj. Jo për të kërkuar fajin, por për të kuptuar nëse vërtet isha aq i dobët sa thonin. Dhe e dini çfarë pash? Një njeri që ende mendon. Një njeri që nuk e ka shitur veten për miratim. Një njeri që e di se dhuna, qoftë me fjalë apo me veprime, është rruga më e shkurtër drejt zbrazëtisë. Më akuzuan se nuk mbrojta veten. Por unë e mbrojta shpirtin tim. Dhe kjo nuk duket në tituj, nuk bëhet virale, nuk duar trokitet. Por mbetet. Ka një lloj force që nuk bërtet. Që nuk kërkon sken. Që nuk ka nevojë të fitoj debate për të ndjerë vlerë. Dhe po, ajo forcë shpesh quhet dobësi nga ata që nuk e njohin. Unë kam humbur njerëz duke qenë kështu. Kam humbur respekt në sytë e atyre që besojnë se dominimi është virtyt. Por kam fituar diçka më të vështirë për të ruajtur, qetësinë me veten. Sepse gjithçka bie, kur fjalët harrohen dhe rolet shemben, mbetet vetëm kjo pyetje. A ishe besnik ndaj vetes? Dhe unë mund të them po. Le të më quajnë të dobët. Le të ndërtojnë histori mbi heshtjen time. Le të më sulmojnë për mungesën e reagimit. Unë do të vazhdoj të ecë përpara, jo sepse jam më i fortë se ata, por sepse nuk jam i zbrazët si ata. Forca ime nuk është spektakël. Është qëndrueshmëri. Nuk është shurmë. Është peshë. Nuk është fitore mbi tjetrin. Është paqe me veten. Dhe kjo, sado që të mos u pëlqej, nuk është dobësi. Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosovës dukej më e rëndë se zakonisht. Ajri nuk lëvizte, edhe pse dritaret ishin të mbyllura prej kohësh. Banorët rinin të shpërndar, secili në mendimet e veta, sikur të gjithë ndjenin se diçka po vinte. Limi rinte ulur vetëm në dhomën e ndenjës, përballë kamerës kryesore. Nuk fliste. Nuk qeshte. Nuk luante. Për herë të parë pas 2 javësh, ai nuk po kërkonte kënd më të mirë kamere, nuk po ndërtonte fjali për publikun, nuk po mendonte si do të duke jashtë. Alba e vështronte nga larg. Ajo e njëjta atë shprehje. Ishte fytyra e dikujt që kishte lodhur së shtiri. Zëri i Big Brotherit ndërpreu heshtjen. Limi, Big Brother të fton në dhomën e rrëfimit. Ai u ngrit ngadalë. Hapat e tij ishin të rënë. Jo nga frika e nominimit, por nga frika e së vërtetës që po i afrohej. Dera u mbyll pas tij. Drita e bardhë e dhomës së rrëfimit ishte e fortë. Kamera përballë. Një mikrofon i vogël. Heshtje absolute. Limi, si po ndihesh këto ditë? Erdhi pyetja neutrale. Ai qeshi lehtë. Një qeshje pa humor. I humbur. Pse? Ai uli syt. Mori frym thellë. Dhe pastaj, pa e rrotulluar më fjalën. Sepse prej 2 javësh nuk po bëj lojën time. Pauzë. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti zëri. Limi ngriti kokën drejt kamerës. Do të thotë që nuk po reagoj si Limi. Po reagoj si dikush që po luan një rol të caktuar. Rol të kujt? Ai hezitoi vetëm 1 sekondë.
të produksionit. Në regji, monitorët u ndezën. Një tension i menjëhershëm. Shpjegoje më shumë, erdhi zëri, tashmë më i ftohtë. Limi u mbështet pas karriges. Më janë sugjeruar situata. Më janë shtyrë emocione. Më është thënë kur të flas dhe kur të hesht. Më është dhënë ndjesia se disa përplasje duhen mbajtur gjallë. Për shembull, ai mbylli syt për një moment. Alba. Aurora. Unë në mes. Një frymëmarrje e thellë. Xhelozia. Paqartësia. Se di ku do më dal. Kjo fjali nuk ishte spontane. Ishte e kultivuar. Heshtje. Dhe kjo lojë e kujt është, si pa. Së teje? Pyeti zëri. Limi e dinte që kjo ishte pika pa kthim. Loja e produksionit. Loja e Olsës si regji kryesore. Ai e tha qetë. Pa mlef. Pa akuz. Thjesht si një rrëfim. Po pse e pranove? Erdhi pyetja. Sepse këtu brenda, kur je i lodhur, kur do të qëndrosh, fillon të mendosh se ndoshta loja jote nuk mjafton. Dhe atëherë bëhesh pjesë e një narrative më të madhe. Në shtëpi, banorët nuk e dinin çfarë po ndodhte. Alba ndjente vetëm një shqetësim të pashpjegueshëm. A mendon se kjo të ka ndryshuar si personazh? Vazhdoi zëri. Po, tha Limi. Më ka bërë të dukem i paqartë. I ftohtë. I padrejt me njerëzit që kam afër. Sidomos me Albën. Ai heshti për disa sekonda. Dhe kjo është arsyeja pse sot jam këtu. Sepse nuk dua më ta vazhdoj. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti zëri. Limi u ngrit pak përpara. Tani dua të luaj lojën time. Edhe nëse më kushton largimin. Edhe nëse prishet narrativa. Edhe nëse nuk jam më interesant. Dera e dhomës së rrëfimit u hap. Kur lë. Ishte pas dite vonë në shtëpinë e Big Brother Kosovës. Një nga ato orë ku koha dukej sikur zgjatej artificialisht, ku asgjë nuk ndodhte, por gjithçka ishte gati të shpërthente. Banorët rinin të shpërndar, disa në obor, disa në dhomën e gjumit, disa duke shtirur biseda të zakonshme që askush nuk i dëgjonte vërtet. Alba ishte në kuzhinë, duke rregulluar një filxhan që nuk kishte nevojë të rregullohej. Duart i dridheshin lehtë. Që nga rrëfimi i Limit ditë më parë, diçka mes tyre kishte ndryshuar rrënjësisht. Ai ishte më i drejtë për drejtë. Më i ftohtë. Më i rrezikshëm në mënyrën se si fliste. Limi u afrua pa zhurmë. Kamera e ndoqi lëvizjen e tij ngadalë, sikur edhe regjia e dinte që kjo bisedë nuk do të ishte e zakonshme. Alba, tha ai qetë. Ajo u kthye. Po. Hajde pak këtu, i bëri shenjë drejt oborit. Ajo hezitoi për një sekond, pastaj e ndoqi. Dyert rrëshitse u mbyllën pas tyre. Obori ishte bosh. Vetëm një kamerë në qoshe dhe mikrofona që nuk falnin asnjë përshpëritje. Limi u ndal dhe u kthye nga ajo. Duhet të flasim seriozisht. Gjithmonë seriozisht me ty, tha Alba, duke u përpjekur të mbante tonin neutral. Ai e pa drejt në sy. Pa buzëqeshje. Pa lojë. Loja po shkon drejt fundit. E di, tha ajo. Të gjithë e dim. Jo, ja ktheu ai. Jo të gjithë e kuptojnë çfarë do të thotë kjo. Alba kryqëzoi krahët. Atëherë ma shpjego. Limi u afrua një hap më shumë. Jo për ta friksuar fizikisht, por për ta futur në territorin e tij psikologjik. Alba, ti duhet të fitosh. Ajo ngriti vetullat. Duhet? Po, tha ai. Jo, do ishte mirë. Duhet. Dhe nëse nuk ndodh? Pyeti ajo. Ai heshti për një moment. Pastaj tha, qetë, por me një theks që i ngriti qimet e krahëve. Po nuk fitove, do kesh probleme me mua. Ajri u rëndua menjëherë. Çfarë lloj problemesh? Pyeti Alba, duke e mbajtur veten. Probleme që nuk shihen në kamera, tha ai. Probleme që vijnë pas. Ajo qeshi nervozisht. Po më kërcënon? Po të paralajmëroj, upër. Gjigj ai. Kemi investuar shumë në këtë histori. Në këtë rrugëtim. Në këtë imazh. Kush kemi?
Pyeti ajo. Limi nuk u përgjigj direkt. Unë. Ti loja. Apo produksioni. Shtoj Alba. Sytë e tij u ngushtuan. Mos i përziej gjërat. Jo, Limi, tha ajo me zëmë të fortë. Ti po i përzien. Po më bën përgjegjëse për një fund që nuk e kontrolloj. Ai pshërtiu. Publiku të do ke narrativ. Ke emocion. Ke mbështetje. Nëse nuk fiton, do të thotë që diçka është prishur. Dhe unë nuk dua të jem humbësi që ka qenë pranë teje. Pra unë jam sigurimi yt? Pyeti Alba. Je bileta ime, tha ai pa e zbutur fjalën. Ajo e pa gjallë. Dhe nëse vendos të luaj për veten time? Atëherë, tha ai, mos prit që unë të jem i njëjti jashtë. Heshtje. Kamera u afrua te fytyra e Albes. Syt i shkëlqenin, por jo nga lotët. Nga zemërimi. Ti e di çfarë po bën? I tha ajo. Po më vendos peshën e një fitoreje mbi shpinë si borxh. Sepse është borxh, ja ktheu ai. Pa mua, kjo histori.